Ashtu si dikur që dasma nuk i përkiste vetëm familjes së çiftit dhe miqve të tyre, por ishte festa e të gjithë lagjes, u rikthye pas shumë vitesh dasma shkodrane, një trashëgim i të parëve tonë që synon të përcillet edhe brezave të rinj, ajo traditë e bukur e këngëve të kënduara live nga një orkestër e ku programi i dasmës është i punuar në detaje. Me iniciativën e Qendrës Rinore Arka dhe të profesor Lorenz Radovanit, për 3 orë me radhë publiku shijoi një natë ndryshe në një prej oborreve të shtëpive të vjetra shkodrane. Këngët e njohjes, ato të fejesës, humorit dhe ceremoniali i dasmës jo vetëm na kthyen pas në kohë, por dëshmuan pasurinë e bukur muzikore që Shkodra ka. Një mramje mjaft ambicioze, të thjeshtë vërtetës, shumë numra, shumë materiale të traditës hershme, po që do të thoja për një pjesë madhe të këtyne djemve dhe vajzat që interpretuan sande. Janë të reja, janë të panjohura, janë të pa gëlltitura si që duhet. Por sigurisht kanë pas vëmendje, pasion, dëshirë edhe në fakt mesazhi sipas meje është shumë i fortë. Mesazhi është i vendit, është i vlerave për cilën ne Shkodran mburremi kaq shumë. Nëse ne i përkasim fushës artit, ja këtu është rasti për të treguar që ne kemi thellësi në kohë, kemi ngjarje artistike, kemi prodhuar poet, letrar, kompozitor, muzikë, këngë të zgjedhura jashtëzakonisht të bukura, edhe sigurisht edhe interpretues, performues, këngëtar dhe instrumentist. Edhe mendoj që bëm një mix nga të gjitha. Kamën e parë do ta vëmë pikërisht në këto argumente, pikërisht në këto materiale, në këtë taban, në këtë traditë, sepse të gjithë duan. Edhe një huaj që vjen në Shkodër nuk ka nevojë të servirim një këngë amerikane, fjala bia, apo një këngë franceze, ai vjen për të dëgjuar diçka të vendit. Gjithçka ju besua brezit të ri, ata që duhet kujdesen për ta mbajtur gjallë shpirtin artistike, për të mos e humbur këtë dëshmi që brezat e tërë artistësh na e trashëguan. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, falenderoj jashtëzakonisht shumë profesor Lorencin që na dha mundësinë me u bë bashkë. Unë jam shkput pak për muzikës, por ishte pak e vështirë sa mu adaptu edhe për grupin për pjesën e këngëve popullore, kjo ishte ideja. Por mendoj që ja dolme dhe kena bëj koncert të mirë. Në fakt sonde jam një shumë mirë dhe shumë e plotësuar edhe më Shkodrane se kur. Edhe realisht ka pas këngë që nuk i kam ditë, edhe më duket sikur edhe ka kanë si mësim edhe si shkollë e vogël. Nuk kam thënë çish në prova që kur të martohen, unë do ta bëj dasmën kështu, sepse ishte vërtet e mrekullueshme. Emocionet më të forta në këtë natë ishin për brezin e vjetër të artistëve që ridëgjuan këto perla të këngës. Një punë e tillë nuk është bëhet ndryshe pa Lorenz Radovanin. Një mrekulli e muzikës shqiptare, një mrekulli e muzikës shkodrane. Për mua është kënaqësi e veçantë se shoh që Shkodra nuk vdes Shkodra, në Shkodër të nojnë gjithë. Është një mrekulli. Unë kam satisfaksion pa përmaqë. Më kanë kënaqur. Mbështetës të këtij aktiviteti u bën Ministria e Kulturës, Delegacioni i Bashkimit Evropian dhe Code Partners.